Në dy pista po heton policia e Shkodrës lidhur me vrasjen e 55 vjeçare Zbardhe Ziqi, e cila dyshohet se u ekzekutua me armë gjahu nga bashkëshorti i saj, Shtjefen Ziqi. E para është konflikti pasi gruaja donte të shkonte në Kanada tek i biri, ndërsa pista e dytë është ajo e xhelozisë. Burime pranë grupit hetimor bën me dije se kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentet para krimit. Sipas hetimeve, 64 vjeçari i ka kërkuar bashkëshortes telefonin celular, çka ka sjellë një debat mes tyre. Pak qaste më vonë është futur në banesë, ka marrë shiftën që posedonte me leje dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të gruas duke i shkaktuar vdekjen në vend. Autori i dyshuar nuk është marrë ende në pyetje në mënyrë të plotë për shkak të gjendjes së tij psikologjike, ndërkohë mbrojtja vijon të pretendojë se ngjarja ka qenë aksidentale. Sipas avokatëve, 64 vjeçari kishte marrë armën për ta pastruar dhe nuk ishte në dijeni se ajo ishte mbushur me fishek. Ata pretendojnë se arma ishte mbushur disa ditë më parë nga bashkëshortja pa dijeninë e tij. Megjithatë, hetuesit nuk e mbështesin këtë version. Nisur nga provat administruara deri më tani, përfshirë pamjet filmike dhe dëshmitë e mbledhura, policia vijon të mbetet versionit të saj. Burime nga hetimi bën me dije se menjëherë pas arrestimit, i dyshuari ka shprehur se nuk ishte penduar për atë që kishte ndodhur. Këto deklarime nuk konsiderohen dëshmi zyrtare pasi nuk janë dhënë gjatë marrjes në pyetje. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 9 korrikut në unazën lindore të Shkodrës, pas debatit në dyqanin ushqimor që administronte pranë banesës. 64 vjeçari dyshohet se mori armën e gjahut dhe qelloi ndaj bashkëshortes në pragun e shtëpisë. Sipas hetimeve, 55 vjeçaria tentoi të largohej për t'i shpëtuar sulmit, por nuk arriti t'i mbijetojë plagëve të marra. Çifti ishin prind i 2 fëmijëve. Djali jetonte në Kanada, ndërsa vajza shërben si oficere në repartin ushtarak të Vallëtëdejës. Të afërm dhe banorët e zonës i përshkruajnë si njerëz të qetë pa konflikte të njohura më parë, ndërsa vrasja ka tronditur opinionin publik. Autori i dyshuar punonte si taksist me makinën e tij private, ndërsa bënte dhe furnizimin për dyqanin ushqimor ku shiste bashkëshortja e tij, e cila mbeti e vrarë. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje po vijojnë.